Atëherë, si që komentova, dokumenti im është i dëmtuar dhe nuk njihet në moment që vjen këtu. Patenta, dhe pse unë jam qytetas shqiptar dhe kam paguajt lekë, është dokument shqiptar, nuk u njihka. Edhe patenta që është këtu nuk njihet, aq me keq që unë jetoj në Gjermani, kam dhe dokumenti gjerman, ky zotëria thot thjesht e ke leje qëndrimi në Gjermani dhe nuk kalon dot. Zotëria po më thot që unë do ta jap me dokument që ti të vazhdosh. Për Shqipëri, jo për të kalu kufinin. Vazhdo vllai im me dokumentat? Atëherë, përgjigjja e dytë që marr, më jepet ky lloj dokumenti me zotërinë që komunikova aty brenda, më thotë që nuk lejohet filmosh ka ambientet e këtij vendi, e ne ka shkruar tu poshtë që thotë thjesht personi nuk e firmos dokumentin për arsye mos të dokumentacionit të plot sepse ka të dëmtuar. Tashi, si taksa paguesi i këtij vendi me patentën shqiptare që kam paguar lekët këtu dhe me leje gjermane dhe nuk lejohen, ju faleminderit deri në publikim.